Roli i presidentit Trump në procesin e paqes dhe në përmbylljen e ndërtimit në Kosovë do të jetë kritik, kështu që do të më gati. Nuk është koha e pushimeve. E ka konfirmu atë që ka thonë fushatën e tij zgjedhore. Në fakt e ka befasu këtë qeveri edhe rajonin tonë në përgjithësi në nënvizimi, konfirmimi i rolit të tij në arritjen e paqes mes dy popujve. Dhe e ka qenë mesazhin te popujt që janë në luftë që detyrimisht do të afrohen për paqe, por paralajmërimi më i madh që do të pas parasysh është rikthimi të ajo që ai e quan dëmtimi i procesit paqes. Konfirmon qëndrimin e LDK-s që marrëveshja e orit ka qenë e dëmshme, në 4 provizionet të saj është e keqe dhe natyrisht ne besojmë që në mes të BE-s dhe administratës presidentit Trump do të ketë një koordinim sa i përket këtyre rrugëllimeve, por mbi gjitha roli i tij është i veçantë. Pesha specifike e qëndrimit amerikan dhe roli i presidentit Trump në procesin e paqes dhe në përmbylljen e ndërtimit në Kosovë do të jetë kritik, kështu që do të më gati. Kjo që po ndodh edhe sot, me mos konstruimin e kuvendit, me mos funksionalizimin edhe të qeverisë me legjitimitet të nëntë shkurti dhe organeve të shtetit është shumë vonesë e madhe e cila nuk arsyetohet, nuk justifikohet. Ata që shkryjnë punë nuk kanë pushime, nuk është koha e pushimeve. Po vjen keq që duhet ta them që në mes kuvendit dhe zgjedhjeve lokale disa parti edhe në këtë rast partia e parë ka zgjedhën me qenë fokusuar në diçka krejt tjetër, por për ne pushime nuk do të duhej me pas.